Policia e Korçës ka finalizuar me sukses një operacion të mirë organizuar për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve. Pas një muaji hetimesh të thelluar me metoda proaktive, është vënë në pranga një 39 vjeçar banues në Libonik të Maliqit, i dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike. Operacioni koduar Liboniku u zhvillua nga specialist për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë së Korçës. Gjatë veprimeve në terren, shërbimet e policisë lokalizuan dhe ndaluan automjetin me të cilin lëvizte i dyshuari shtetasi JB, ku gjatë kontrollit fizik dhe atij në mjet ju gjetën doza të gatshme për shitje me lëndë të dyshuar narkotike kokainë. Kontrolli vijoi edhe në banesën e tij, ku zbuluan sasi të tjera kokaine, kanabisi dhe një peshore elektronike e përdorur për ndarjen e dozave si dhe municion luftarak, të gjitha të sekuestruara nga policia si provë materiale. Në përfundim të operacionit, 39 vjeçari u arrestuan flagrancë dhe ndaj tij rëndojnë akuzat e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve dhe mbajtjes pa leje e prodhimit të armëve shpërthyese dhe municionit. Burimet zyrtare bëjnë me di se në bashkëpunim me prokurorinë e Korçës, hetimet vijojnë për zbardhur gjithë rrjetin e mundshëm të shpërndarjes së lëndëve narkotike në zonë dhe për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm.